Nuk funksionoj këtë gjëja. Dikush do të merrte përgjegjësinë për këtë gjë. Pra nëse funksionoi o Basha, o Berisha nëse ka qenë mbas kësaj vendimmarrje, dikush do të merrte përgjegjësinë. Po këto zgjedhje treguan që rikthimi i Berishës nuk ishte ilaç për Partinë Demokratike. Nuk ishte ilaç, patjetër që ishte ilaç. Zotin Basha Të flas pa dorashka. Për mendimin tim, rikthimi i Berishës është bërë imponuar nga lart, domethënë. Ka qenë një vendim Ramës me gjithë enturazhin ndërkombëtar që donin ta kthenin Gogolin, le të themi. Dhe kjo i bënte dëm imazhit të vetë Partisë Demokratike. Për mendimin tim, Berisha ishte ikur, domethënë, ishte aktiv përmes rrjeteve sociale, por ishte ikur. Pra e detyruan të kthehen në një mënyrë që mas edhe ai vetë se ka dashur rikthimin. Tashti, për mua në këtë aspekt, kjo konjunkturë që ishte midis Ramës dhe konjunkturës ndërkombëtare bëri që të rikthehet Gogoli Berishës tek njerëzit, sidomos pjesa e emigracionit të vjetër, para 90-s është akoma Gogoli 97-s. Mos harrojmë këtë gjë.